Komisioni i posaçëm për reformën administrativo-territoriale ka zhvilluar mbledhjen e dytë me rendite detaje organizative të komisionit, caktimi i sekretarit të komisionit, shqyrtimi i projekt kalendarit të punës dhe caktimin e numrit të ekspertëve pranë komisionit. Kjo është mbledhja e dytë pasi mbledhja e parë e zhvilluar rreth një muaj më parë u bojkotua nga deputetët e Partisë Demokratike. Në nisje të mbledhjes, bashkëkryetari i komisionit nga Partia Socialiste Arbian Mazniku u shpreh se nga të gjitha palët janë dhënë mjaftueshëm mesazhe për gatishmërinë që të punojmë bashkarisht, të komunikojmë me njerëzit, të komunikojmë me qytetarët, të komunikojmë me kryetarët e bashkive, me anëtarët e Këshillit Bashkiak, me të zgjedhurit në nivel qarqer, gjithashtu për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme e për t'i ofruar një strukturë qeverisje vendore efektive dhe të dobishme qytetarëve. Ndërsa bashkëkryetari nga Partia Demokratike e Komisionit Luciano Boci u shpreh se ne kemi vullnetin e plot dhe dëshirën për të vijuar për një reformë që është reformë mbi reformë dhe për të pasur rezultate konkrete në raport me atë që sot e kërkon qytetari dhe kërkojnë dhe vetë bashkitë dhe vetë pushteti vendor për shkak dhe të situatës në të cilën ai gjendet. Pas diskutimeve u vendos që pika për caktimin e sekretarit të komisionit të kalojë në seancën e radhës. Mazniku theksoi se stacioni i dytë i Math është në muajin mars 2026 në të cilin duhet të synojmë të prodhojmë dokumentin e bardhë, një dokument i cili ka të shkarkuar tashmë të qarta zgjidhjet e propozuara nga komisioni. Mazniku gjithashtu propozoi që të krijohet nga ana teknike që grupi i ekspertëve të jetë me dy nivele, një nivel me 10 ekspertë të nivelit të lartë, i cili shërben si grup analize dhe janë njerëz me eksperiencë të gjatë pune dhe ekspertize më të gjatë në lidhje me pushtetin vendor, dhe një grup i dytë me 18 anëtar, grupi i territorit dhe i qeverisjes, grupi i dytë që merret me funksionet, shërbimet dhe kompetencat dhe grupi i tretë që merret me financat vendore.